30 foto dhurat për Bashkinë e Vlorës. Foto të ndryshme me pamje nga kryeqyteti i Austrisë së Vjenë që vinë si dhurat nga vetë ambasadori i Shqipërisë në Vjenë dhe ish deputeti i Vlorës Fate Velaj. Por nuk do të jenë të vetmet, si edhe konfirmon Velaj, pasi këtij koleksioni do të shtojë në vijim edhe 30 foto të tjera. Ambasadori Velaj thekson se fotot janë me peisazhe nga më të ndryshmet nga kryeqyteti i Austrisë, ndërsa edhe vinë në kuadër të disa aktiviteteve që vetë ambasada shqiptare ka zhvilluar në Vjenë. Qëllimi tashti i këtij dhurimi që bëra unë fotografive të Vjenës lidhet me kontekstin tim si ambasador i Shqipërisë në Austri dhe vitin që shkoj ju e dini unë thërrita Bashkinë e Vlorës për herë të parë ndodhi që një lëvizje kaq e bukur të merrte pjesë në festimet e festës kombëtare në datën 28 nëntor në Austri. E zhvilluam në datën 26. Kështu që ne do të vendosim ura të bashkëpunimit midis Bashkisë Vlorës dhe bashkive të Austrisë. Kam folur Bashkinë e Vlorës me Bashkinë e Linzit, që është nga qendrat më të rëndësishme sepse duhem parë edhe ngjashmëritë midis dy bashkive. Kështu që unë vendosa t'i bëja një dhuratë Bashkisë së Vlorës, 30 fotografi të organizuara do të jenë më mbrapa edhe të tjera. Ambasadori Fate Velaj ka theksuar se dhurimi këtyre fotove vjen edhe në kuadër të një bashkëpunimi mes dy vendeve, teksa synohet që Bashkia e Vlorës të jetë në një urë bashkëpunimi me Bashkinë e Linzit në Austri, ndërkohë që fotot të Vlorës sipas Velajt, ambasada i dhuron në çdo takim të rëndësishëm. Qëllimi është që këto aktivitete të shtrihen edhe më tej, ndërsa pse jo, Vlora të pasqyrohet në foto edhe në Austri. Unë si dhurat ju çoj një pamje të Vlorës. Është një foto shumë e bukur e mjeshtrit të fotografisë Meta Gjushit me pamjen e lungomarrës me gjirin e Vlorës aty. Dhe unë këtë në një kornizë shumë bukur ja u dhuroj atyre, madje në mënyrë simbolike ju çoj edhe nga një gozhd me vete. Se kur vjerën tjetër mostoni nuk gjetëm gozhd, edhe ata e marrin aq të bukur këtë gjesme për bashkinë, për zyra të ndryshme pamje Vlorës. Gjithashtu do të hapim dhe një ekspozitë të bukur në Vjenë, pamje nga Vlora, por që do të jem vetë kuratori i saj, do t'i përzgjedh vetë. Vlora është historia, është dashuria, është muza jon. 30 foto të Vjenës në Vlorë dhurat për bashkinë, por nuk do të jenë të vetmet. Dhurata vjen nga ambasadori i Shqipërisë në Vjenë, vlonjati i certifikuar Fate Velaj, në kuadër edhe të bashkëpunimit mes dy vendeve.